Viti 2026 për dashin. Vendime, guxim dhe fillime të reja. Viti 2026 për dashin është vit lëvizjeje, vendimesh të shpejta dhe fillimesh të reja. Nuk është vit pritjeje, por vit veprimi. Për dashin, viti 2026 nis me energji të fortë. Ka dëshirë për të ndryshuar diçka në jetën e tij dhe këtë herë nuk do ta shtyjë më. Shumë dash do ndihen të lodhur nga rutina e vjetër dhe do kërkojnë rrugë të reja, sidomos në punë dhe në drejtimin profesional. Në aspektin e karrierës, viti 2026 sjell mundësi të reja, por edhe sfida që kërkojnë guxim. Dashit do t'i duhet të marrë vendime të shpejta. Kush guxon dhe nuk ka frikë të rrezikojë, fiton më shumë. Është vit ku iniciativa personale shpërblehet. Financiarisht, nuk është vit i qetë, por vit dinamik. Mund të ketë luhatje, por edhe fitime të shpejta. Shumë dash do kenë mundësi të rrisin të ardhurat përmes punës shtesë, projekteve personale ose ndryshimit të drejtimit profesional. Kujdes vetëm në shpenzimet impulsive, entuziazmi i tepërt mund të sjellë vendime të nxituara. Në jetën personale, dashi bëhet më i drejtë për drejtë. Nuk duron në situata të paqarta. Viti 2026 të shtyn të flasë hapur dhe të zgjedh çfarë i bën mirë. Viti 2026 për dashin është vit që kërkon guxim, vendime dhe veprim. Kush merr përgjegjësi, del përpara. Nëse do parashikimin për shenjën tënde për vitin 2026, shkruaje poshtë në komente. Shenja e radhës do zgjidhet nga komentet.